Letmi, fshati im I bukur, një simfoni mes historisë, kulturës dhe natyrës. Vendlindja është rrahja e parë e zemrës, kujtimi që nuk zbehet kurrë dhe rrëja që të mban gjithmonë të lidhur me tokën. Për mua, Letmi është pikërisht I tillë, një listë shekullor me rrëj të thella në histori dhe degë që përqafojnë qiellin. I shtrirë në njësinë administrative të librazhit në qarkun e Elbasanit, ky fshat këndërinor është një margaritar I fshehur mes maleve, ku natyra, historia dhe kultura jetojnë në harmoni. Me territorin më të madh në zonë, Letmi shtrihet si një qëllim I gjelbër mbi shpatet e kodrave dhe maleve, kufizohet me Gizaveshin, Lunikun, Llangën e Zabzunit, Fushtullën, Malin e Mirakut dhe Koshërishtin. Burimet e tij të kristal laburojnë nga zemra e shkëmbive si damarët e jetës. Pyjet e lisit që marrin frymë si mushkëritë e natyrës, ndërsa aroma e luleve të egra mbushin ajrin me freski e jetë. Çdo stin I vesh Letmit një petkë të ri. Pranvera e mbulon me lule shumë ngjyrshe, vera e zbukuron me gjelbërimin e pafund, vjeshta e ngjyros me arin e gjetheve, ndërsa dimri e mbulon me bardhësinë e dëborës. Panoramën e bukur, filmuar me dron, ma mundsoi stafi I faqes udhëtojmë në librazh dhe falënderimi shkon për to. Faleminderit. Letmi përbëhet nga 6 lagje, secila me historinë dhe karakterin e saj. 2 fushat e njohura, fusha e poshtme dhe fusha e Llokmës, që shtrihen në rreth 50 hektar brenda parkut kombëtar të Shebenikut, janë si 2 krah të gjelbër që përqafojnë jetën. Shpella e akullit me freskinë dhe misterin e saj të ngjan me një pallat të ndërtuar nga vetë natyra, ndërsa kroji I Avarecit rrjedh I pastër si kristali, duke shuar etjen e udhëtave për shekuj kur ngjiten në malin e Letmit. Në përpyjet e Letmit gjejnë stre lepuri, dhelpra dhe shumë shpend të egura. Kënga e bilbilit në pranverë dhe fshfërima e gjetheve krijon një simfoni që nuk mund ta kompozoj askush tjetër përveç natyrës. Historia e Letmit është po aq e lashtë sa vetë gurët mbi të cilët është ndërtuar. Në defterët Osman të vitit 1467, ai përmendet me emrin Letmia, ndërsa në regjistrat e vitit 1583 me emrin Letëm, emër që ruan edhe sot. Toponimet e shumta janë gurët kilometrik të kujtesës historike, kisha e Mhallës së poshtme dhe kisha e Mhallës së epërme, dëshmojnë se ky vend ka qenë vatër qytetërimi bashkëjetesën ndër shekuj. Në zemër të fshatit është xhamia e Letmit, e ndërtuar në vitin 1470. Ajo qëndron si një rojtar I heshtur I kohës, duke ruajtur kujtesën shpirtërore të brezave. Kjo bashkëjetesë e gjurmëve të besimeve është një nga thesaret më të çmuara të historisë së Letmit. Minarja e saj e ngritur krenare drejt qiellit, duke sikur prek horizontit. Rrete përkëdhelin lehtë si një nënë e dashur, ndërsa dielli e përshëndet çdo mëngjes me rrezet e tij të arta, duke veshur me dritë e madhështi. Ajo qëndron si një rojë e heshtur ndaj besimit që lidh tokën me qiellin dhe zemrat e njerëzve me Zotin. Në shekuj Letmi ka ruajtur me fanatizëm besën, mikpritjen dhe burrërinë. Dyert e shtëpive kanë qenë gjithmonë të hapura për mikun, fjala e dhënë ka vlerëtur më shumë se çdo dokument, ndërsa nderi I familjes ka qenë pasuria më e madhe. Në Letëm jetojnë fiset e njohura si Biçaku, Shuli, Bogdani, Kullafi, Bardhi, Bërufi, Kaza, Troshku, Gajdja, Karaj, Dobra, Kushi, Lala, Qatja, Brahja, Hysa dhe Topalli. Kultura popullore e Letmit është një pasuri e vyrë. Dasmat dikur zgjasin disa ditë të shoqëruara me këngë, valle burrash e grash dhe tingujt e daulleve e të cylës. Këngët e kurbetit, trimërisë dhe dashurisë kanë kaluar nga një brez në tjetrin si amanet I shenjtë. Kur droni I faqes udhëtojmë në librazh, fluturoi mbi Letëm, duke sikur një shqipoj po sodiste folen e saj. Nga lart, fshati shfaqej si një mozaik ngjyrash ku pyjet, livadhet, arat, lumi I qarrishtës dhe shtëpit prej guri krijuan një peizazh që mbushte shpirtin mrekerenari.
Kudo që të jesh, kudo që t'i shkon, minarja e xhamis ty të orienton. Nga shtashi me pishat madhështore, që si kurori që ndrojnë fshati tim të bukur, merr gjithë bukurinë fshati Letëm. Beleromi dhe Uljafi me parcelat pjellore dhe shtëpit karakteristike prej guri, çdo lagje është një kapitull në vete. Uljafi është vendi ku linda dhe u hodha hapat e parë të jetës. Aty qëndron ende shtëpia ime dykaçe prej guri, si një nënë që pret me mall fëmijën e saj. Në fund të fshatit rrjedh lumi i qarrishtës, si një bredh argjendi që përqafon Letmin, duke i dhënë freski, jetë dhe bukuri. Langa e Letmit, në rrënjë të gurit të Kullafit, është si një qëllim smeraldi i shtrirë në hije në një kështille prej guri, me toka pjellore, pemtari e gjelbrim. Pupuzhia qëndron si një kuror mes gjithë lagjeve të Letmit. Shpatadolli, lagja e fundit e fshatit Letëm, me gurët e barë që shkëlqenjë si diell, si diamanti, është një mrekulli që të fton ta sodishësh pa u lodhur. Qendra e fshatit, lagja e Shulajve, Popuzhinja, Krastica dhe shkolla e Letmit përbëjnë zemrën e fshatit Letëm. Dikur shkolla gumzhinte nga zërat e qindra nxënësve. Sot heshtja e saj të kujton plagën e emigrimit, por edhe shpresën se një ditë oborri i saj do të mbushet sërish me fëmijë. Letmi është kujtesa ime, krenaria ime, frymëzimi im dhe rënja ime. Sa herë kthehem këtu, ndihem si lumi që gjen përsëri shtratin e vet, si zogu që rikthehet në folen e tij. Letmi është një copës e shpirtit tim, një muzej gjallë i historisë shqiptare, një perle natyrës dhe kulturës sonë kombëtare, që meriton të ruhet, të promovohet dhe të trashëgohet me krenari brezave që do të vinë. Ju, bijat e Letmit, që si zoj shtektar keni hapur krahët në anët e botës, mos harroni folen tuaj. Letmi u pret me dyert e zemrës hapur, rrugicat e tij kërkojnë hapat tuaj, gurët ruajnë kujtimet e fëmijërisë, ndërsa heshtja ka zbritur si një mantel mbi oborrin që dikur gumzhini nga zërat dhe të qeshurat tuaja. Lisat ende rrinë në roje, burimet këndojnë të njëjtën melodi dhe malet presin jahonën e zërave tuaj. Të dashur Letman, kthehuni qoftë edhe për pak qaste, ndoshta në atë lokalin modest të Kujtim Kullafit, që po e mban pak gjallë sofrën letmane, e pikërisht ai, çdo 15 gusht, organizon festën me aromë vendlindje, sofra letmane. Sepse vendlindja është si nëna, nuk pushon kur së pritur i fëmijët e saj, e ne, me 15 gusht, ta gjallarojmë jetën e fshatit tonë. Letmanët e mi, bashkë me stafin udhëtojmë në Librasht, u munduam që në këtë mini dokumentar të sjellim për ju aromën, kujtimin, nostalgjinë e vendlindjes tonë Letëm. Dhe prapë për ju, shumë shpejt, një surprizë tjetër, kënga për Letmin, me tekstet Çavush Kullafit dhe realizuar nga faqja Udhëtojmë në Librasht. Në mbyllje, pak qaste me këngën për Letmin. Dëgjim të këndshëm. Faleminderit.